Premiera e shfaqjes për fëmijë, Miqtë e Pyllit, mbushi sallën e teatrit Migjeni këtë fundjavë me fëmijë dhe prindër. Lojra plot energji e aktorëve, skenografia e gjallë dhe mesazhet edukuese të pjesës teatrale me autore Diana Nenaj u pritën me duartrokitje të gjata, të qeshura dhe reagime të sinqerta nga të vegjëlit. Për realizuesit dhe aktorët e shfaqjes, momenti më emocionues erdhi pas përfundimit të saj, ku fëmijët vërshuan në skenë për t'i përgëzuar, fotografuar dhe përqafuar. Ky kontakt i drejt për drejt me publikun e vogël sipas tyre është shpërblimi më i bukur i çdo përpjekje artistike. Jam shumë i lumtur, ka shkuar gjithçka shumë mirë, ashtu siç duhej. Shef këto fytyrat mrekullueshme, të gëzuara, të qeshura, edhe të japësh një shfaqje për këtë brez, sigurisht ta që diçka shumë e veçantë, sepse është një brez i cili do edukohet nesër me frymën e artit, kulturës, me teatrin, edhe ku shef që fëmijët qeshin edhe losin bashkë edhe me aktorët. Atëherë këtu besoj që ja ke arrit qëllimit për të nxjerrë një shfaqje që është vërtet për fëmijë, sepse ne dona që me pa fytyrat lumtura edhe fëmijët lumtur. Faktikisht sa dola në skenë, po është disa fëmijë që u tremen, me të thënë drejtën, edhe isha por normal që është një feedback shumë i mirë, sepse ky është qëllimi i rolit negativ. Edhe ne jam shumë mirë sepse publiku i fëmijëve është publiku më i sinqert, më i pastër edhe më i mirë në botë. Shfaqja do të rikthehet në skenë të dielën dhe do të vijojë gjatë gjithë javës së ardhshme me surpriza të dedikuara nxënësve të shkollave të Shkodrës.